Po jafromi festës së Kurban Bajramit dhe kur themi Kurban Bajrami, gjëja e parë që na vjen mendje është shprehja e kurbanëve. Të gjitha ata që Zoti ju ka dhënë mundësi sa për të bërë një kurban, mos e neglizhojnë këtë urdhër të Allahu xhalleshanu, të tradit profetit Ibrahim a.s. Por kur t'i bëni kurbanet tuaja, vëllezër dhe motra, bëni ato kurbane me bindje ndaj Zotit dhe për të fituar dashurinë e Tij, as me imponim, as për të dukur, se tek Allahu xhalleshanu nuk shkon as mishi i kurbanit, as gjaku i tyre, por tek Allahu shkon devotshmëria e personit që pret kurban, se kemi një Zot i cili nuk ka nevojë të derdhë gjak, nuk ka nevojë të pritet mish, por që dëshiron të shikojë devotshmërinë tek zemra e robit të Tij. Prandaj priteni kurbanet tuaja me bindje ndaj Zotit të gjithësisë dhe me dashuri për Allahun xhalleshanu. Prisni kurbanet tuaja, vëllezër dhe motra, si shenjë falënderimi ndaj të mirave të pafund që na ka dhënë Allahu xhalleshanu. Minimumi i falënderimi që tregon robi ndaj Zotit është shpreja një kurbani të cilin se ke krijuar ti, por ka krijuar Allahu xhalleshanu, ta ka dhënë leje ta bësh atë kurban, nuk do shkojnë tek Zoti, por do shkojnë tek njerëzit tjerë, por njeriu që pret kurban tregon që ai falënderon Zotin e gjithësisë.